Teksa Saranda hyn në periudhën më intensive të sezonit veror, operatorët turistik shprehin shqetësim se protestat e vazhdueshme në vend mund të ndikojnë në perceptimin e turistëve të huaj për Shqipërinë. Edhe pse anullimet e prenotimeve mbeten minimale, ekspertët e turizmit theksojnë se stabiliteti dhe imazhi i vendit janë faktorë të rëndësishëm për industrinë turistike. Në këto ditë qershore, kur në Sarandë turizmi shkon me shpejtësi drejt fashës së lartë, pyetja më shpesh që shtrohet është sa i ndikuar do të jetë sezoni 2026 nga protestat që vijojnë me shkas të zvërnecin si zonë mbrojtur. Përgjigjja që jep kësaj pyetje e Arben Çipa, si kreu i shoqatës së industrisë së turizmit në Sarandë, është se ngritja në protesta e tubime është një drejtë që jep sistemi demokratik. Ndërkaq ai thotë se koha në të cilën mbahen ato nuk është favorizuese për flukse turistike, pasi sipas tij turizmi është edhe imazh. Çështja e tubimeve e cila ndodh në Tiranë, në aeroportet e tjera, mirë do të ishte që Sarandë të mos spriste kjo tallk, për arsye se nuk ndihmon absolutisht në momentin aktual. Është legjitime padyshim dhe çdo sipërmarrës, çdo pjesëtari, çdo shoqata apo organizate është legjitime për marrë pjesë në tubime, për të kërkuar të drejta e tjera, por ky nuk është momenti i duhur për tubimet në qytetin tonë. Bota turistike funksionon me imazh, funksionon me shqisin i cili lidhet në anën vizuale. Pavarësisht se ne mund të kemi probleme të natyrës teknike dhe probleme ndryshme brenda vetvetes, dhe është normale kjo, por ajo që duhet nxjerrë në pak edhe në pamjen vizuale për vizitorët është ajo që vërtet i takon një destinacioni. Nga ana tjetër, Çipa thotë se ndikimi drejt për drejt i protestave që mbahen në kryeqytet është minimal dhe i pakrahasueshëm me reflektimin në lëvizjen turistike të Durrësit apo Vlorës. Kjo sepse sipas tij prurjet më të rëndësishme turistike Sarandës i vijnë përmes aeroportit e portit të Korfuzit dhe jo përmes Tiranës. Prandaj edhe anullimet e prenotimeve raportuar nga operatorët turistik të Sarandës thotë ai janë në shifra minimale. Në lidhje me kanceline, nëse ekzistojnë që në Sarandë, edhe kjo los rol dhe ka bërë efekt, por në për masa vogla do thosha, për arsye se depritjet e Sarandë dhe prurjet janë në pjesën e cila dominon nga aeroporti Korfuz dhe kështu nuk janë në kontakt me një komunikim ose me një kontakt tubimeve të cilat kanë tjetër ngjyrë dhe tjetër formë në Durrës dhe aq më tepër në Vlorë. Kështu që ne jemi të parimit që ky është një moment që ne duhet të ekzekutojmë dhe të shërbejmë sezonin turistik me gjitha forcat tona. Është një moment të reflektojmë nëse ka gjëra të cilat duhet parë ndryshe për trajtimin e shërbimit në të gjitha fushat. Duke përcjellë edhe qasjen e operatorëve turistik të Sarandës, Çipa thotë se po kuptohet që turizmi në vendin tonë tashmë ka hyrë në një trajektore të re. Prandaj dhe qasja e tyre është mirëpritja për ardhjen e investitorëve të huaj që sjellin investime të mëdha e serioze. Në lidhje me investitorët e huaj, ata janë të mirëpritur për herë, në çdo destinacion dhe çdo vend turistik ata janë për herë të mirëpritur, pasi turizmi ka ndryshuar tashmë, ka hyrë në një trajektore të re dhe investimet duhet të jenë të mëdha dhe serioze. Në rastin e duhet të bëjmë pjesë si destinacion turistik në destinacione të cilat duam të njihemi në të katër kontinentet, atëherë i bie që edhe ne të mirëpresim investitorë të mëdhenj. Aq më tepër në raste që kur bëhet fjalë për investitorë të cilët janë me erdra dhe të lartësuar le të themi në fushën e tyre, atëherë ky është një privilegj do thosha dhe do thoshim të gjithë së bashku. Pikërisht ditën e sotme në gjirin e Sarandës ka mbritur kroçera amerikane si Burn, ndjekja e agjendës kontraktuar prej saj dhe të tjerave në vijim merret si një tregues i qartë i mosprekjes së turizmit nga protestat në Tiranë e disa qytete. Ekspertët e turizmit argumentojnë se protestat paqësore bëjnë vendin tonë edhe më interesant në sytë të huajve që çmojnë angazhimin qytetar në jetën publike.